erdhën nga të gjitha qytetet e Kosovës. Policët të gjitha njësive u mbledhën të premten në këtë qendër sportive në Pej, kjo në nderim të kolegëve të tyre të rënë në detyrë. E me 1 minutë heshtje nisi edhe ceremonia e këtyre aktiviteteve sportive, organizuar nga Sindikata e Policisë së Kosovës. Kryetari i sindikatës Avdi Hoti tha se përmes këtyre lojrave mbajnë të gjallë kujtimin dhe sakrificën për ish-kolegët. Të nderuar anëtarë të familjeve të policë veteranë në detyrë, ju jeni pjesa më e çmuar e kësaj ngjarje. E dim se plagët e juaja nuk shërohen lehtë, por përmes aktiviteteve sportive, Sindikata e Policisë së Kosovës doja t'i tregoj se asnjëherë nuk do t'i harroj bijat dhe bijat e këtij vendi që ranë me uniformën e Policisë së Kosovës duke qëndruar besnik betimit të tyre dhe Republikës së Kosovës. E drejtori i përgjithshëm i policisë Gazmend Hoxha u shpreh se 24 policët e rënë në detyrë tregojnë për vendosmërinë e tyre në shtrirjen e sundimit të ligjit. Besoj dhe vlerësoj që policët e Kosovës nuk janë zbrapës asnjëherë ndaj çfarëdo sfide që kanë pas përpara, qoftë sigurisë, qoftë sfidë tjetër e komplikuar dhe ndërlikuar. Andaj do të jemi të gatshëm që punojmë vazhdimisht për të ruajtur rand siguri, për të garantuar kufit ton, për të garantuar sigurinë e gjithëve, gjithë atyre që jetojnë në Kosovë, gjithë atyre që e çmojnë Kosovën si vend tyre. Qytetarët e Kosovës në përgjithësi kanë vujtë dhe kanë bërë sakrificë të mëdha për të arritur deri te kjo ditë. Edhe kryetari i Kuvendit Dimal Basha përmendi punën e vazhdueshme të zyrtarëve policor. Kjo ngjarje tradicionale e për cilën e përgëzoi Sindikatën e Policisë së Kosovës është akti i vlefshëm i nderimit, kujtimit dhe falënderimit për policët që në forma të ndryshme për nën uniformën e policisë sonë dhanë më të shtrenjtën që kishin jetën e tyre për sigurinë, lirinë, dinjitetin, sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit tonë. Pas fjalimeve, ekipet u përgatitën për nisjen e këtyre aktiviteteve. Hapjen e tyre e bën drejtori bashkë me djemtë të 2 policëve të vrarë në veriun e vendit, Enver Zymeri e Afrim Bunjaku.